Janë dhe saga që nisin e mbaron. Po kjo është historia një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Është koha që t'jemi bashkë për 2 orë të plota. Kjo vlen për secilin për ju që keni qenë duke u shoqëruar me Klan Radion përmes frekuencave tona 86 dhe 102 FM, por edhe për ju që jeni para ekranit në këtë momente. Jemi duke nisur transmetimin e drejt për drejt edhe me KTV-n. Uroj dhe shpresoj që keni pas ditën e mirë deri tash, ka qenë edhe është një ditë kogja e bukur, e ngrohtë, sa gradë? 21. Tamam. 21, po tamam është, po përndryshe çtu që peshon një pak më shumë se 21, do të thonë këtu në Arbin ashta pse më nalt e kena më nxehtë. Pak më nalt, jemi pak më afër të nxehtit. Okej. Tursi 26. 26, s'është për cilë dhe për nesër. Këtë kam i për cilë, mos harroni ju që keni me udhëtu nesër, ne keni. Edhe ata që kanë me shku në Gërmije më do i për cilë. Tash ja u tregoj një lajm. Veç ata po duke nese. Përshëndetje edhe për juve që jeni në vetura në këto momente dhe po shihni pjesë ngarkuara me kolon, mundeni me na dërgoj informatat e juaja sa i përket komunikacionit në Viber. Na dërgoni foto dhe na informojmë krejt pjesëtar të tjerë në komunikacion. Është i njëjti numër ku mundeni me telefonu edhe me u përgjigj për pyetjen për temën e ditës së sotme, që është një temë e nxehtë, pak se e nxehtë është, po e vakt është. Jo, a më nazdim gjo për këtë temë? Çfarë të thonë? Gjo për këtë temë, se kena provu, po nështa kena po njerëz që a më krejt e kanë, po e kanë diqysh atë në djabë se s'është qashtu atë. A, krejt të një për se s'është qashtu. Jo, paragjykojmë shumë, unë mendoj në këtë aspekt. A është të vërtet? Jemi shumë paragjykus. Okej. Por a më të ndryshon pak, a? Po normal. Unë e kam një teori. Tash po e themi teorinë edhe krejt këto mandi ju tregoj temën. Unë e kam një teori që njerëzit për rreth teje ndryshojnë me sjelljen e tyre ndaj teje. Ose ty duket që ata po ndryshojnë, ai normal që ndryshojnë. Jo, nuk duket, po njerëzit ndryshojnë. Ti pedeni e kanë atje, a? Njerëzit kanë tendenca me të pasi pak më të rëndësishëm, pak më superior në momentin që e ke gjetur. Duhet me po. Nëse tema është kështu. A ndryshon parja njerin? Domethënë, a ndryshon, a ka ndodhur dikon me ndryshuar parja? Edhe për të mirë edhe për të keq. A ju ka ndryshuar? Domethënë, kur keni pas, a keni ndryshuar, po edhe kur keni pas më pak, a keni ndryshuar? A ke vrejsa shumë thonë që të kisha pas pare, unë nuk kisha ndryshuar. Kur vjen puna për bamirësi për shembull, që të kisha pas, kisha bëu kështu, kisha bëu ashtu, domethënë. Po ndrysheshin njerëz, po janë edhe sanet e vogla në përditshmëri me 1 euro, 2 euro që mundosh me andrej ditën dikojna, me andrej jetën dikojna. Ato i harrojnë atëm. Gjithmonë kemi synime të 1 milion, 2 milion. Kjo është tajna. Nëse. Pana. Në 04997897 për dyshe jemi drejt për drejt në YouTube, jemi në glamradio.fm, në koa.net, po në KTV, në Glam Radio gjithka. Na ka arrit një informat nga Berati që na tregon pjesën e Fushë Kosovës që është e ngarkuar me shkute kreti i Fushë Kosovës, është pjesë e ngarkuar me kolon. Përveç Beratit, ne po duam të përshëndet Malin aty që është duke na dëgjuar me shumë kujdes, përshëndesi Mali dhe të përqafim shumë. Kolon ka rrethi tek ambasada nga fshati Shkapa, e ngarkuar është rrethi me flamur rrethi i spitalit, e ngarkuar është edhe rruga Agim Ramadani për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vohri. Juve që keni marrë rrugë për me festu një majnë kudo që jeni të unisë në këto momente, mos harroni me i marrë derivatet më të mira me çmimet më të lira tek Petrol Company në Çaklavic në të dy anët e rrugës. Po, sepse keni euro dizelin 1.13, benzinën 1.13 për litër. Edhe mundri me u bë pjesë e lojës për blyse, qysh mu bë pjesë e lojës për blyse, në Facebook i keni informatat. Që telefonata që na ka thirr i pari e para, s'po di. Alo, përshëndetje, ta shohim kush është. O, përshëndetje. O, përshëndetje, Sahet. A e mirë, shi. Mirë, faleminderit, ja je mirë. Mirë. Me shëndet mirë? Valloj, në televizion, po... Paska pajtu? Sa vjen të zotën e sotën. Turojmë më të mirat. Sahet, tema për sot është kështu. A mendon që e ndryshon paraja njeriun? Po nëse i njëre, edhe më konë mirë, edhe më konë mirë, në po shëndet, më konë mirë ka shpia, nga familja, pa më ndryshon atë, edhe në. A të ndryshon ajo, mësë me ka familja? Ti po menon që të ndryshon, se tha ndryshon.
Po ndryshon. Se je mirë. Pse po mendon që parja ndryshon njërin? Ai vishim vesh. Po ndryshon se I kima Allah shani blejnë dhe shkallë të në rejë, ndryshon. Okej, ndryshon vetën e ke fjallën kështu, do të thonë me pamje, me si. Okej, po e kuptoj. Faleminderit, po. Është shumë e vërtet, po. Faleminderit sa kalofsh mirë. Pse ka shumë njohim shumë aktorë të Hollywoodit, shumë njerëz me ndikim. Trallë janë ata. Të rrallë, për ka që i kanë milionat, ndoshta nuk e din as vetë sa, edhe janë shumë të thjesht në pamjen e tyre. Nuk binë sy, edhe ndoshta s'kan qef me ranë sy. Po du me vequ Keanu Reeves, një prej aktorëve të mi të preferuar. Sillet me metro eksisane. Që po, du me thonë jeta ati është aqe thjesht, është edhe të fol me zogjt, të ju shqy dhe zogjt. Po dhe se ka ndryshu ato parja. S'pe bëjke ato parja njeri. A din njën ata që thënë, këta s'pe ta bëjke parja njeri. Nëse ka shumë ashtrime që buon, e marim për shembull naj pjesë, naj skene që po të zhiru naj film për shembull, po, edhe marin edhe thojnë atë, e shkrujnë aty naj farë historie, shikoni se si aktori bëri kështu, atë domethënë i shpikin. Por po është e vërtetë që ai është një prej personave më modest që ekziston në Hollywood. E përshëndes nëse është na dëgjon. Përshëndetje. Go Plus është shtëpia numër 1 në vend, kam fjalën për pijen energjike Go Plus që po i dhuron 16 vetura Avatar 12 ose një 28 në Kosovë, 8 në Shqipëri. Për juve që doni me u bë me këtë super veturë elektrike, doni me fitu, se jo me u bë kështu, po para me fitu. Qysh kështë ndryshu dhe këtë ndryshon. Loja GoPlus.com është webfaqja ku duni me marrë pjesë lojën shpërblyese, qysh me marrë të epi Go Plusin, aty nër kapak e keni një kod e dërgoni sa ma shumë kode, qash ma shumë shanse për me fitu tek loja Go Plus. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Hosa. Ku je Hos? Se ma ju përshëndes shumë. Faleminderit shumë. Pse më i Hos nuk na ke thirrë moti ku je kanë? Pas jem kanë mirë, dhe që tas. Çka ke pas bre Hos? Pa porja, po të bëj ke mirë. Ma i Hos. A mo çfarë njeri se? Hajde kallzom Hos. Hajde qysh ta ndryshë jetën parja aty. Po të bëj ke mirë që s'pe deshë bili, ta po të vinë të mirat. Se një vetën, a? Po, e qysh të ardhën ty të mirat? Qysh të ardhën të mirat? Po kërri, po tëna. Po pra Hos. O, vish kusha ka i nati. Do me thonë parja ndryshën si njeri, apo? Po, falë zëtit mija, aj parja, edhe mirë të në të mirat. A të ndryshon parja si njeri ajo i Hos? Po. Po qysh ndryshon e i Hos, se kisha qef edhe njerë më shumë vulli. Po ndryshon se jep diska me dur tonë, e gëzën dikane. Qa të spedite i soti, ase amo për kësi sene du me thonë, ndryshon një kërri mirë, pse jo, atin pak bjek, këto rruvat, që mund kanë bo, këti kam, pak bjek, ato, pak bo, këti, dë bardhas t'i kësha pos dhe zaj shpeja ka njësë mu bo dë bardha. Në më thonë, ndryshon, që shjo, ngojna njerin adekuat që e ka ndryshu parja. Ja, s'po du me ngu. Ja, e shëndetin a e ndryshon parja? A ta ka ndryshu? Qysh ta ndryshoj shëndetin? Po qysh ta ndryshon kontrollat? Rresa sojna s'kon aty, masazha, terapi, fizioterapit. Hajde Hos, faleminderit shumë mos na shet tërpin allaj. Veç kush rren edhe. Hajde. Edhe kush ti ka. Nashta që ka prej aty në që se ndryshon, definitivisht se ndryshon parja. Mendoj që ka si djerë që se ndryshon parja, po ka dashni që problem brecim. E ndryshon, sidomos do të thonë nëse ki pak pare, edhe bën më shumë pare, kemi ndryshuar lifestyle-in, vetë ju. Luksi bre, luksi. Ngam çfarë do të ndritë, se kemi një plak këtu në radio që po plesnan. Hajde plesnan a pak. Çka ka thonë ndriti, kur pares nuk mujten me agjet as një behane, thanë që pares si marri me veti. E qaj kjellë të ndrit. Qaj kjellë të ndrit. Shumë e fort. E ndrit, nga, i merë që ato pare, edhe shkon në pares. I ki. Ja ka nis do më thonë, a? Ja ka nis? 4 prillit, po. Va, me shku në Paris, pak më knashu e Udhëtime direkt Prishtinë, Paris, Prishtinë. Do më thonë, deri djesh dash në shku në Bëshkupa, në për Tirana, nuk e disa kështë shkan dëgjova sa që kishin me rrit, halo ma shumë edhe vene tjera, destinacione, po moj, musek, po. Pak si profesorish, vazhdo, më falë. Nga kishin me rrit destinacionet, jo veç këta Gjermanis, Vizë, Sloveni, Suedi, Luxemburg, po edhe ma larg, jo, ma larg kishin me shku, po. Ndëgjoni, shumë shpejt keni mi marrë informatat, informatat prishtinaticket.net. Hajde po shkojna me telefonatën tjetër, a ndryshon paraja njeriu. Alo, përshëndetje. Çao bën ai mirë? Çe mirë ti çao bën ai mirë? Çao vaj. Përparim.
A ndryshon parja njerin? Jo dhe çfarë. Jo hiç. S'ka shumë të ndryshon zonë. Ja, se ndryshon. Pse po thu që se ndryshon? Se po mduket që pak më ironiki. Ha? Para shkon e vjen. Parja shkon e vjen. E çka qëndron? Ndryshimi. Ndryshimi që në sekonde që inshallah kemi shnetën, më qenë për shumë dhe. Po shneta varet edhe prej parës pak. Po para sekonde. Kur rrin vetës gati, normal që kish netën pak më të mirë, po nejse tash, janë ato rastet specifike që nuk është ndonën tane pate pare, po s'po flasim për raste ekstreme. Se ti po thu se ndryshon. Faleminderit për parim. Hajde gjithashtu, faleminderit. Mos harroni internetin e IPKO-s, kudo që të shkoni në udhëtimet e juaja, qoftë brenda vendit apo në rajon apo edhe në Evropë. Ta keni IPKO-n me vete, plus ju që jeni me pakut prima, keni mundësi me marrë super televizor deri në 24 këste. Alo, përshëndetje, telefonata radhës. Përshëndetje. Si edhe si kalon. Më thon kur ju ktheva djen shpek nga Bater. Kur ju kthy djen shpek ku mbosh to përshëndetje, kur ju mi edhe tha Juna tha Batire. Po çështë ma boni shkurt, nuk e zgati më shumë. Thash bravo bab. Bater, si e? Forma zotri. Si kalon? Mirë. Po vjen mirë. Bater, a ndryshon parja njerin? Jo veç parja, po njerin nuk e ndryshon kur nistan. Çka jeve të thonë? Po thu që veç i del fytyra e vërtet, ha? Se kena në kuptimin do më thonë me ndryshu kështu, po diçka mënët me ndryshu parja. As mënët heq. Hisha? Si pota, si spota, një drejtim e kam. Po ti mos fol për veti Bater. Po për veti po flas. Për veti po. Për veti le të fol. Do më thonë ty nuk ndryshon, ç'tash me të jap 100 milion je i njëjti, po me milion edhe në minus 100 milion je i njëjti. Menja s'u ndrohet hiç. Okej, do më thonë Batirin nuk e ndryshon parja. Sa them 100 miliona? 100 milion i thash, pak. A mi mund të kallzoj jam shet tani? Jo. As nuk ndryshoj as ti kur gjësë s'm shem, domethënë nuk punesh me ditë apo ndryshoj as nuk ndryshoj. Fiona, veç emisioni ndryshon, më thonë ja sa për. Por çdo tjetër se ndryshon Fiona. Faleminderit Bater. Ndryshon pak. Gjithat mirat. Ton kalofsh mirë. Pse si shko menja, më thonë se s'ka lidhje, bile më thon po shkoj, po ta lani Toyota që do, a din se po të lallë ti me një ndryshim. Çka po ta noshëm? Po të lallë me një ndryshim. Le tash edhe njesh aty letrin se s'ka kjo. 10 vjet garancionoi Fion. Kia Sommer, pas po. Toyota Yaris Cross versioni Luna vjen me zbritje nga 28.800 në 24.900. Përveç këtij modeli, keni edhe shumë modele të tjera që mundeni me i pa atje si e gjarin, Land Cruiserin, Toyota RAV4-shin, Toyota Yarisin, pa Toyota Corolla Crossin, pilot paska. Mundeni me shku. Ine pak para zonë që është thonë, ai ke pas se cili fëmijë ëndër e ka kur thritet me bosh shumë parë dhe mi blikit familjes kerre. Po çata unë s'jam fëmijë thash më ma pas lën me ne. Eksha lën Toyota kështu në zero. Okej. Në autotrade mund të më shku. Ish dasht me porositë edhe një herë. Tani më ndryshu pa. Hajde telefonata tjetër 049978978. Po çet ju jap çat informacionin që thash për këta që dojnë me shku nesër në Gërmi. Nuk mundeni me shku me vetura, sepse komuna e Prishtinës ka gjetur lajmin që ndalohet qarkullimi i automjeteve në drejtim të parkut Gërmia me 1 maj. Do më thonë nesër veç erën flikën me ni, tupanat kena me ni, po me kere jo. Me autobusa po. Do me shku me autobusa, po ndryshe ose në kom. Me qëllim të ruajtjes së rendit dhe mbarvajtjes së aktiviteteve me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve, 1 maj është lëshuar urdhëresë nga kryetari i kryeqytetit që pik ashtu siç e përmenda. Për më shumë informacione mundeni në kohë net me edhe me pas se çka ka thon komuna. Onora komo festu çka ditë. Do të thonë na po festojmë nesër